Në rrugën Shkodër-Hani Hotit, pas përfundimit punimeve për rrjetin e ri nga shoqëria rajonale u sjellës kanalizime, tashmë është drejt mbylljes edhe shtrimi i asfaltit të dëmtuar për ta kthyer në gjendjen e mëparshme. Drejtuesi i projektit Ardit Muça shpreh se ky investim përmirëson ndjeshëm furnizimin me ujë të pijshëm për qytetarët. Objektivi kryesor i këtij projektit është përmirësimi i furnizimit me ujë të gjithë qytetit, duke zëvendësuar linjat e vjetra që dalin nga stacioni i pompave, me linjë të transmetimit me kapacitet 2 herë më të madh, që do ketë efektin e vet do njihet për gjithë qytetarët. Ishte e nevojshme në gjithë zonën të ndërtohej rrjet i ri shpërndarës, punimet e cilat tashmë po i afrohen fundit. Muça dhe mbikëqyrësi i punimeve të këtij projekti Ymerion Dashi falenderuan qytetarët për mirëkuptimin gjatë gjithë kësaj kohe, ndërsa u shprehen se qarkullimi i automjeteve do t'i kthehet normalitetit shumë shpejt. Mbylljen asfaltit dhe betonit e trotuaret, të cilat janë prej nga punimet tona. Shpresoj të kena gjetë mirëkuptimin e qytetarëve, ashtu siç e kena parë në terren për ditë gjatë punimeve. Jemi në fazën e parë të aplikimit stresave të asfaltike konkretisht në rrugën nacionale Shkodër-Hani Hotit. Shtrirja e tubave të transmetimit linjës kryesore kërkon procedurën e vet, duhen përmbush sipas standardeve dhe specifikimeve teknike të projektit. Fatmirësisht sot mas gjitha procedurave të kryera, qoftë me testet e presionit për tubat për kasë të shtrirë, qoftë edhe me testet e ngjeshës të shtresave rrugore, sot po fillojmë me fazën e parë të aplikimit të stresave asfaltike. Aplikimi i stresave asfaltike e ka marrë rrugën e vet. Brenda një kohë shumë shkurtër do përfundohet e gjitha shtresa asfaltike e rrugës nacionale. Kërkojmë edhe mirëkuptimin e njerëzve që qarkullojnë me makina për një kohë shumë shkurtër. Rruga do rikthehet në gjendjen e mëparshme me standardet e kërkuara edhe me specifikimet përkatëse. Ndërkohë që projekti është drejt fundit, ka një interes të lartë të qytetarëve para nusjellësit të Shkodrës për kontratat e reja. Ka filluar faza e interesimit për pikat e lidhjes, hapjen e kontratave, shtimin e numrit kontratave apo zhvendosjen e kontratave ekzistuese. Lajmëroj të gjithë që të interesohen te pikat përkatëse të ICS-it dhe sistemi i ri shpërndarjes të vetë funksion sa më shpejt. Ky investim i shoqërisë rajonale u sjellës kanalizime garanton një furnizim më të qëndrueshëm dhe me cilësi më të lartë me ujë për banorët e kësaj zone dhe për qytetin e Shkodrës, duke siguruar edhe rikthimin e shpejtë të infrastrukturës së dëmtuar për ta vënë atë sa më parë në shërbim të qytetarëve.